Ministri i Transformimit Digital, Stefan Andonovski, gjatë emisionit Impact në televizionin Shenja, ka theksuar se Maqedonia e Veriut tani për tani nuk po planifikon kufizimin e përdorimit të rrjeteve sociale për fëmijët, pavarësisht se disa vende evropiane veçmë kanë ndërmarrë masa të tilla. Ai sqaroi se po punojnë në mënyra të tjera me fushata të ndryshme për rritjen e kontrollit ndaj përdorimit të rrjeteve sociale. Shteti mundet e shumë lehtë të propozojë të sillet e ligj edhe me atë ligj të ndalohet përdorimi i caktuar, por a do të jetë ajo e pranueshme në praktik apo a do të implementohet si duhet, sepse ju e dini mirë, fëmijët nuk blejnë vetëm nga dyqani telefon celular, por prindi e blen me atë. Kështu që ne nuk mund ta dim sa fëmijë sa telefona kanë. E dyta, kur të ndaloni një rrjet të caktuar social, nuk mund ta dim se fëmijët nuk do të përdorin letër njoftim, patent shoferi apo dokument tjetër të prindit. Andonovski gjatë emisionit Impact ka folur edhe rreth paralajmërimeve për heqjen e roamingut me vendet e BE-s. Këshilli i ministrave të jashtëm dhe ambasadorëve të vendeve anëtare kishin vendim që të fillojnë negociatat me vendet e Ballkanit Perëndimor për shfuqizimin e roamingut. Kjo do të thotë se kushtet e para kushtet e para që i kanë kërkuar nga ne janë përmbushur. Ne veçmë gjatë përgatitjes së këtij vendimi kemi nominuar njerëz që do të jenë pjesë e ekipeve negociuese. Negociatat do të vazhdojnë për një kohë të caktuar dhe presim që gjatë vitit të na dorëzohet se çfarë lloji marrëveshje duhet të nënshkruajmë si shtet. Andonovski tha se e ka përmendur dhe ajo do të jetë marrëveshje e ngjashme me marrëveshjen për stabilizim asocim. Sipas tij, parakushtet ligjore janë përmbushur nga ana e tyre dhe se janë dorëzuar Komisionit Evropian për mendim, ku bëri të ditur se sapo të marrin mendim pozitiv, ata do të dorëzohen edhe në kuvend.